vlog in Brussels, Belgium. Albana and her mom, who was traveling for the first time, left home at 3 am heading to airport. Mommy had goosensed, while Albana was a little afraid since she's used to Dennis doing everything for her. But somehow she figured it out and managed to get to the place. And there's someone you love was waiting for them. Kush na erdhi. Faleminderit. Ua, mbrap spika mo. Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Siç e keni kuptuar, kemi ardhur në Bruxelles edhe kam ardhur tek kushorira ime. Dhe këtu në dhomë janë dy çunat e saj. Do vini apo jo? 1, 2, 3, Se bëni si turshëm, se deri tani keni bërë nami në shtëpi. Më kanë çmendur njerëz nejse. Tani do dalim se sot këtu pasa karnavale dhe do dalim që të shikojmë, kështu që do t'i marrim me vete apo jo? Do t'i marrim me vete apo jo? Jo, kur ta? Do t'i marrim me vete. Hej, tu, sigur keni marrë vesh. Tu ka ardhur Albana, sonde, na e ka bërë surprizë. Belçi. Zaja. Na ka bërë surprizë neve, sonde. Dhe, ku dalim poshtë. Digim të karnavalet. Digim të karnavalet. Dhe, ashtu, me kaq e Tani kërë. hikim. Hikim, paqim. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see how Tani, neve erdhëm mirë këtu po do bëhen karnivalet, mirë po nuk kishin nisur, kështu që u kthyem mbrap, shkuam në një dyqan. Raja. Edhe unë se i merë një fleta, nga Edhe Reni që është atje. Dhe erdhëm sërish, do me thënë bleu mami edhe tre gjëra, por që erdhëm prapë sepse duam që t'i shohim këtu karnivalet. është një magjistar atje. Magjistar. Do të nuk është magjistar, nëse është një DJ. Nejse, do ta shohim tani se çfarë është. when we rewind. Ja si na pret goca xhaxhet, edhe të sallatën e sheqer. Oike, po, lau na herë, burë, se ma era djerë, s'na myte. Djo lava! Ua, të mërshme. Na Djo myte. lava, 3 ditë. Na myte. Ua, të mërshme. Pra, do me thënë që po mban era djerës. 1, 2, 3, it's spring! It's spring! Raja? Eren. Bye bye. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Besoj se e pat që i çuan fëmijët në shkollë, mbaroi në orën 3:30 të pasdites, kështu që kemi gjithë ditën për vete. Është e çuditshme, mund të quhet, por është e vërtet, ka dalë dielli këtu edhe unë kam marrë outfitet e mia që i kam marrë sikur këtu të jetë verë, edhe pse dje kisha super shumë ftohtë, filloi dhe shiu e të tjerë të tjerë. Tani, t'ju tregoj çik se çfarë bëm dje, edhe pse nuk pata filmuar shumë, pasi e dini ju tani, goca do të ri vetëm me mua. Edhe jam pak sa e kufizuar kur jam me fëmijët, sepse normalisht janë fëmijë, duan të bëjnë zhurmë, duan të dalin, duan të bërtasin e të tjerë e të tjerë. Dje tani ishin karnivalet këtu. Karnival quhet karnival, po. Dje tani ishin karnivalet këtu dhe ne dolëm sepse thonte orari 1:05. Mirë po. Orë 1 nuk ishte askush, ndetëm deri në orën 3 edhe nuk erdhën. Më pas filloi shiu, kështu që neve u kthyem në shtëpi. Bëm gabim sepse kishin ardhur edhe me veshje shqiptare, domethënë kishin kërcyer Vallën e Tropojës. Unë me mamën ishim super të lodhura sepse imagjinoj, më zgjuar shorën 3 të mëngjesit, gjithë ditën dolëm atje, unë erdha në shtëpi, ja futoj gjumit pak pasdite, edhe do ta shfrytëzojmë sot me pak fjalë. Sot dielli super, koha super, kështu që
unë do mundohem të mbaroj me fotot që sot, sepse e di që nesër ka shumë gjasa të bjerë shi. Mati! Psst! Mati? Ti të gëj pak të Macin që është këtu. Ajde cik! Ua! Nuk vjen, është British short hair edhe është shumë mace e ftohtë. Nuk do që të afrohet. Nuk e di pse, po këtu fytyra më shkëlqeka, edhe jam shumë e lumtur për këtë, përveç se eliminoni këto faktin e errave të zinj. Kështu tani do bëjmë make-upin, edhe do dalim. Do ta bëjmë në këmbë, sepse këtu është shumë afër me qendrën, dhe besoj nesër do takoj një YouTubere që juve e keni shumë qef sapo është bërë mami, edhe mezi po pres, me thënë të drejtën, mezi po pres. Rruga shkoi shumë mirë, unë kisha folur me Egin, edhe Egi më tha që është një autobus që e merr direkt nga aeroporti, i pret biletat aty. I prem biletat atje, shkuam tek terminali i autobusave, më pas morëm taksin edhe erdhëm deri te lagja këtu. Taksia nga atje deri këtu kushtoi 10 euro, ndërsa biletat e autobusit, nëse i prisje edhe vajtin edhe ardhjen, të bënin një ulje prej 5 eurosh, por si ne e bëm sepse do marrim po të njëjtin autobus për të shkuar atje. Me taksi deri tek aeroporti shkonte diku tek 140 euro, kështu që nuk ja vlente shumë, edhe vendosëm që të marrim autobusin. Plus ishin super të rehatshëm. Do të thënë, ja super vlenin si gjë. Nuk keni pse të shpenzoni për të marrë për shembull taksi. Do bëjmë edhe shopping. Unë deri më tani nuk kam bler as edhe një gjë. Mami ka bler, kurse ka bler dhe mami shumë gjëra, po ka bler disa rroba edhe do dalim prap, sepse këtu ka shumë, për shembull, këtë t-shirtin që kam veshur unë ka super material, do të thënë është super i mirë dhe kushton vetëm 3 euro. Kështu që do të shfrytëzojmë këto gjëra të bazike të thjeshta që të marrim ndonjë gjë që ja vlen vërtet. Mos bërtisni kaq shumë. Se dëgjoheni. Për sa i përket prankut të djeshëm që ja bëm Egit me punën e të djersës, ishte ideja e Anhelit. Nuk e di nëse e mbani mend Anhelin, domethënë ato që më ndjekin në Instagram e din, sepse ka qenë një ndër fëmijët e mi të preferuar kur ai qenë i vogël, dhe ishte ideja e tij. T'ja bëjmë Egit, edhe u gëzua jashtëzakonisht shumë që e realizuam në mënyrë perfekte dhe realisht reagimi i Egit është epik. E dini, se e pat, besoj. Nëse nuk keni bërë skip, nëse i keni bërë skip, kthehuni edhe një herë dhe shikojeni. Ndërkohë, normalisht duhet t'i kujtoj subscribe njerëz. Kemi arritur 10.000 edhe dua t'ju falenderoj pafund. O Egi! Mos vërtet do burr kaq shumë. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sweet tomorrow and tonight Go crazy. Oh my Do na kapi copyright se e ke bërë më mirë se sa këngëtari vërtet. E di, po çfarë do bëti? Po bëj make-upin edhe po flas me njerëzit dhe po i falenderoja sepse në YouTube kam arritur 10.000 subscribers. Egi. Si është ajo video kur që e gjallat në TikTok, kur heq make-upin? Jo, kur vendos make-upin. Unë të kam dash, unë të kam thënë të dua, por nuk e kam tira më e shumë në botë. Faleminderit, ë? Ika. Ege. Dje. Se po See you next time. Ta. Ua, na çmendën, njerëz, na çmendën. Unë tani do të Në majmunin kryesor. e kuptuat. Egit nuk i përshën goja, ju e dini, e njihni tashmë prej shumë kohësh, por që kështu do me thënë, unë doja realisht i falenderoja për 10.000 subscribers nga zemra, edhe pse nuk kam qenë gjithmonë, do me thënë nuk kam qenë asë edhe një herë korrekte, pata vetëm një periudhë, edhe kësaj radhe herën e fundit më shpëtoj, duke i qenë se isha duke u marrë me një punë shumë të rëndësishme të sharmi dhe shumë të bukur, edhe nuk pata mundësi ta postoj atë hënën, por që kemi filluar fuqishëm të postojmë çdo javë. Dhe jam shumë kënaqur për veten, por do mundohem që të jem
më korrekte për të postuar çdo të hënë, kështu që më suportoni me një subscribe. Dhe nëse keni dëshirë, sigurisht më ndiqni në Instagram, sepse aty po jam aktive. Ata që më ndjekin e din që aty jam aktive vërtet, jam gjithkohës aktive. Duke qenë se nuk kam pasqyrë, do mundohem të bëj make-up shpejt jashtë kamerës edhe të dalim tashmë, sepse po më të shmendin këta. Duhet të bëjmë gati shpejt. Më në fund dolëm, më në fund. Erdhëm tek një park që është shumë pranë shtëpisë. Praktikisht shtëpia ku qëndron Egi me kushërën time është tek parlamenti, domethënë çdo gjë është super afër dhe këtu që ka super këndshëm. Kështu që po frim pak herë tani, nuk e di nëse më dëgjoni mirë, por që duhet të vini. Hyrja ishte falas, perfekt akoma. Ku ka më mirë se sa gjërat falas. Like my favorite snack, I won't say it out loud. I won't say you're perfect. We all know you're not. Hajde mamacita, si po duket Brukseli? Shumë bukur. Nice, very nice. It don't repeat. The awkward dance I do, but only on your street. Erdhëm për të ngrënë edhe gjejni pak se çfarë do ham. Sigur nuk ishim suflaqe në Shqipëri, erdhëm dhe ham suflaqe këtu. Mirë po, është okay, sepse këtë restorantin në Thonjza është mjaft i vogël, e ka një shqiptar, kështu që okay. Po suportojmë bizneset shqiptare. Gjithsesi ka dhe kështu ushqime belge, po ju e dini që këto produkte që përdorin këta ndoshta mund të kenë derë ose ndonjë gjë kështu, kështu që s'po rrezikojmë. Do provojmë vetëm waffle-in, pastaj fiksimin tim waffle-in, apo jo? Që është belge. Kështu që do vendosim notën tonë për këtë ushqimin që do provojmë këtu edhe do t'ju them se sa shkoj fatura në fund. Për të pirë e dini vetë ju, kemi marrë dall dhe shikoni pak. Po s'ku që jam ishin dje dhe jam djegur. Për fajin e kësaj. Futim punë. A mami, mirë? Nice. Fila e mos t'jesh mirë? A fila, nusja gjaj se preferume? Dhe besoka. E besoka e preferua. Okay. Që ta dini juve njerëz, kjo më ka mbajtur mua kur kam qenë e vogël, më ka ndruar fampersat, më ka lar, më ka shplar, gjitha mi ke bërë. Kam rritur me këto duar, Nuk e di pse më bullizojnë, unë jam shumë e mirë njerëz, mos i dëgjoni. We all know you're not. But hey, you're the best kind of queer that I got. Neve mbaruam këtu, i kemi tharë që të gjitha, nuk ka ngel pik dhalli këtu. Tani do presim faturën edhe të paguajmë edhe të ikim. Si kujtim po mendoj të marr këtë. Tani e dini që do hanim dhe waffle apo jo? Këtu pas ka pak zhurmë. Tani këto nuk e di, po vazhdojnë me bullëzimet e tyre. Po bëj muhabet. Botoksi, jo kjo ja ajo. Shumë mirë bëj. Jemi kundra. Njerëz nuk e di çka kanë këto. Gjithsesi, këtu ka shumë zhurmë edhe po shikoja se çfarë të provoja. Ju vetë ç'do merrni nga këto waffle? Keni dhe pancake? Jo, unë dua. Waffle të madhe do marrësh? Jo, të vogla. Po, kjo është e vogla. E pra se Ka dhe të vogël kështu. Ka thot burriot, erdhët juve dhe na ma shëndoshët nusën. I morëm neve, unë e ka marrë me lështryde, Filla e ka marrë me lështryde banane, dhe mami e ka marrë me vanilje. Njerëz, nuk është më pëlqeu shumë ky waffle, do me thënë frutat ishin të mira, po është si but nga brenda, nuk është se është, ku di unë, si luqe, ta shpjegoj. Jo si luqe, po luqe fix nga brenda. Edhe e lash, do me thënë. Edhe se kam lënë vetëm unë, po e kanë lënë që të gjithë. Aty afër ku hëngrëm waffle-in është kjo Galeria Royal e këtij Hubertit. Dhe të hymë ta shikojmë sepse thonë që është shumë e bukur dhe është plot me turista këtu që po i bëjnë foto dhe video. Dhe që nga vërtet shumë bukur, i merito ka të gjithë vizitorët që vigan këtu. Është frikë. Super. Sa dalim nga galeria, rruga përballë të çon tek qendra, do me thënë jemi fiks në qendër të Brukselit dhe mund të them që është qendra më e bukur që kam parë ndonjëherë. Çdo ndërtesë këtu, kisha, po ku diun se çfarë muzeu, janë super të bukura. Ja, super vlen. Mirë po, mendoj që do vi dhe nesër, sepse nuk dua të bëj foto me të njëjtat rroba. E kam bër boz, e kam bër bajat, kështu do vim dhe nesër që ndryshoj rrobat dhe të bëj foto të bukura këtu. Veturinat e dini vetë ju, te koshi.
dhe dua t'ju tregoj se si e mbyllëm ditën dje. Pasi u fik telefoni kur ishim në Primark, ikim në Primark, edhe kur erdhëm në shtëpi, nuk e di, isha lodhur aq shumë, po kur them aq shumë nuk e di. Thjesht jemi shtrirë, edhe kemi qëndruar shtrirë dhe nuk dolëm më. Kishim planet të dilnim gjasme në nga ora 9 e darkës, mirë po nuk e bëm kur, pasi super të lodhura të treja. Kështu që nuk mund t'ju tregoj asnjë gjë ç'a morëm te Primark, nuk se morëm një gjë të madhe, thjesht bleva një çantë për udhëtime. Më pëlqeu shumë ajo që po ta marr në Madrid dhe doja edhe një tjetër që ta kisha unë Denisi domethënë. Se gjithmonë do tojmë me çanta shpine kur bëjmë të udhëtimet nëpër qytetet e Europës. Tjetër ç'a morëm, asnjë gjë tjetër. Blem edhe një 2 kujtime, ju e dini që unë po bëj këndin tim atje në Malt me miniatura të vogla të qyteteve që vizitojmë. Kështu që ju shtua edhe Brukseli. Një tjetër gjë është që doja t'ju bëja haul dje, por në një shtëpi me 3 fëmijë që doan vetëm të luajnë, që nuk lodhen kurrë, është e pamundur të xhirosh. Edhe tani jam futur në tualet. Dëgjohet ventilatori, çfarë është kjo pastruesi si quhet, se nuk po vjen tani për momentin. Dhe 2 nga fëmijët janë në gjumë, tjetri është zgjuar dhe po rri. Dhe i vetmi vend ku mund të flas qetë është tualeti, edhe pse dëgjohet zhurma e saj. Çfarë do bëjmë sot? Unë bëra një dush, po bëj make-upin dhe do dalë sepse do takoj një vajzë shumë të mirë. Unë vetëm kam folur nëpërmjet Instagramit dhe sigurisht e ndjek në YouTube. Dhe së fundmi është bërë mami i një vajze bukuroshe të quajtur Ohema. Domethënë, unë po bëhem gati që të takoj Dorën. Dhe më shumë e lumtur me thënë drejtën që arritëm të lëm një orar takuar. Unë që kur e dava mendjen që të vija në Bruksel për disa ditë, thash do t'i shkruaj paraprakisht Dorës se mos më bën ndonjë plan të me ikën që të kem mundësi të takoj. Kështu që po bëhem gati shpejt dhe të dalë se kemi lënë të takohemi. Normalisht i thash merr Ohemën me vete, pa Ohemën mos më hajta. Kështu jam bërë tani dhe me Edonën kur isha në Tiranë që takova i thash lutem merr brojsin. Do bëhem gati shpejt sepse nuk do të vënohem dhe nëse hap kamerën dua që t'ju flas edhe dua që të tregoj se çfarë kemi bërë këtej. Mirë po vënohem në këtë mënyrë, kështu që do bëj make-upin pak a shumë si dje, do e kuros rrobat edhe do dal sepse nuk dua të vënohem. Dola. Mora disa lule edhe një dhuratë të vogël për gocën. Aj, çuke. Shiko pa guarda. Ne u takuam, hëngrëm, folëm, tani po bëjmë një xhiro. Me Ohemën. Po. Albana i takoj Ohemën. Dorën tani besoj e njihni, të njohin. Nëse nuk të njohin, e dini se ku ta gjeni Dora Elizi. Kudo? Dora Elizi. Thjesht fare hyni, ka bërë një gocë. Po ka e ngjan Gerit, po hajt s'ka gjë. Dora e ka bërë. Nuk i ka lënë gjë Gerit. Nuk i ka lënë gjë, po kur them gjë copy paste. Po s'ka gjë që mos ka gjë të vogël por jo. Po ta shohësh më i mirë, wow, si pas ka marrë ty, si ti ke shumë bukur. S'ka gjë, i thashëm te fëmia dytë do të gjaj ty. Ne jemi shumë Albana na ka bënë një dhuratë vogël. Shumë e vogël. Por shumë simbolike, se tash do të vogël. Është thjesht Jo, nuk është shumë, por është edhe nuk e kam hapa akoma, sepse do bëj një unboxing. Që do shikoni unboxing tek sa janë në shtëpi? Më hape! Qa? Do cipi. Sa erdha tek vëndi, po që ka kështu. Edhe, po, unë është të gjeja një muzikë, sepse do të bëja një rrjedhë aty jashtë, edhe i në trami. It is what it is.
Duan qipi, po ne s'ja u japim. Tani, po dalim sërish. Po sillen sikur janë ëngjëj, po nuk është e vërtetë se na kanë torturuar. Po dolëm shiqyr. Po Han, na kanë bajt kaq mirë këto 2 ditë. Sot është kaq ngrohtë, ka pak re, fryt pak erë, por është super erë ngrohtë. Anhel. Nuk është mal, është re. Tani po ikim tek parku dhe do luajmë me kalamajt. Po besoj të hapet ndonjë foto. Jam që jam. 2 minuta bëjnë si ëngjëj këta njerëz, pastaj ja. Ani, Raja. Bravo. Bravo, ashtu. Raja. Njerëz jemi të çmendur, jemi të çmendur. Po kthehemi në shtëpi. Ditën e fundit po e kalojmë në shtëpi dhe kushurira ime po më bën byrek me spinaq. Jo byrek çka? Të vegjël, ë? Brumin e zuri mami, mos e a gjë. Dhe byrekët do i bëj mami. Byrekët do i bëj mami, në fakt. Po, hajde, alen kushurirën. Neve sa po regjistruam një video që do ta kemi si video të dytë për duke provuar snack dhe shikoni, fëmijët i kanë marrë vërtet po i han këto të gjitha. Ishin të mira në përgjithësi. Ishin të mira vërtet. Shikoni pak se çfarë byrekësh që po na bëjnë. Byrek në tigan. Me spinaq dhe me djathë. Bez spinaq, okay. Këtu është dhe harxhi, ndërsa petat po i hap mami im. Ndërsa unë dhe Egi presim që t'i ham. Yes. Për video. Jo, Egi, me çfarë do bësh Egit? Se Egi nuk e ha spinaqin. Me djathë dhe prosciutto. Do provoj edhe me spinaq, po Besoj që do haja edhe me djathë dhe me. besoj që s'do ta haj hiç, vetëm një çave do ta nxjerr. Sa për ta provuar. Yes sir. Çka goca? Eren. Tani ndërkohë që po bëhen byrekët, ne po bëjmë rrobat gati. Ne, do me thënë unë. Mami ka vendosur të vetat, kemi marrë këtë çantën te Primarku, ja u thash, do me thënë që ka marrë disa gjëra, nuk jo kam treguar. Mami ka bler gjëra për veten e vet, unë nuk kam bler as edhe një gjë. Dhe ndër ato që ka bler janë këto shapkat. Jo, këto shapkat në fakt e dha Filla. I kemi veshur dhe ishte pak pis, kështu që do t'i pastroj një përpara sa t'i paketoj. Ka bler këto që ishin super të rehatshme, ndoshta nuk janë më të bukurat ever, po super të rehatshme. Edhe unë kam bler një pak me çubuk ta kem për rrugës, se është gati 2 orë gjysmë. Edhe kam marrë edhe disa maska tek Primark, kështu që do bëjmë maska kur të shkojmë te shtëpia. Dhe tani ti paketoj gjërat, dhe lë gjërat që do vesh dhe ti kem gati. Po them ti kem gati sepse për punë 4 orësh do nisemi, edhe më mirë ti bëj gati, ti kem gjitha në rregull, edhe thjesht vishëm edhe dalim pastaj që të rrim sa më shumë. Ikën shumë shpejt të ditë dhe nuk e marr vesh fare se çfarë kemi bërë realisht, edhe nuk është se kemi lëvizur shumë që të dalim me këtë andej, por që gjithsesi besoj që u kënaqëm me kaq sa kemi qëndruar. Edhe do vim prap normalisht se kemi Egin, kemi edhe kushurirën këtu. Kështu, tani po i paketoj këto shpejt edhe të iki nga dhoma të ha byrek. Do ha byrek. Po që dolën të mira këto byrek të tiganit. Normal se i ka bërë profesionistja. Më punësoni. Gjeni fakt. Në orën 9:10 kemi fluturimin edhe vendosëm që të shkojmë prap nga qendra se unë s'kisha bërë foto me këtë veshjen. Edhe nga që kemi qëndruar në shtëpi sot, kështu që me vrap të qendra para se të ikim. Raja, je gati ti? Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it. Raja, po knaqesh? Sa po thoi ti Raja që je shumë e bukur? Je shumë e bukur je. Edhe unë faleminderit.
Po mami me pipën? Po mami me pipën? Edhe ato? Okej. Po ke qeni është i bukur? Po. Pas një dysheje që bën foto, është një person që duket kështu. Alo. Me çanta, me xhaketa, me telefon, gati për ta bërë fotot neve. Shpejt erdhëm në një dyqan neve këtu dhe shiko çfarë bën goca ime. Ha! Çfarë? E mbusha unë këtë, mora disa gjëra, do t'ja tregoj kur të shkojmë në shtëpi. Time domethënë në Tiranë. Çfarë the? Të marrë edhe me të. Tani era fundi që na shikonin këtë ashensor se neve po ikim. Po, Liri, çka ke Liri? Atim. Po thoni me mamën që Samir nuk qanë fëmijët. Filla sa më çoj një video të Rajës që është rrirë te krevat dhe po qante. Nëse ne edhe mami u mërzit, unë jam mësu me këto faktikisht vajtjardhjet kështu, nuk është se më bëjnë me përshtypje, po afër i kemi prapë, me avionet edhe pim prapë. A mi mami dhe ti nuk të marrë masë në një vënd kështu, po fillove të qash. Emigrimi. Make me believe it. Don't wanna hear it. I wanna see it. See how. Rewind. When we rewind. Feels so nice. Mirë mëngjesi nga Tirana. Jemi fix një ditë pas udhëtimit, jo një ditë. Të nesërmen në mëngjes. Erdhëm dhe me thënë të drejtën, ka qenë një udhëtim që nuk do ta harroj as edhe një herë. Së pari, për pak humbo fluturimin sepse nuk e kisha llogaritur mirë kohën. Dhe nuk e di, kemi qenë me vrap kudo, radhat, doganat e policia ishte kaq e madhe, po folëm me një nga ata, të lutem, kemi fluturimin, ishin dhe disa të tjerë bashkë me ne, që ishin vonë gjithashtu, edhe me vrap, gjithsesi Uizeri nuk na zgënjen, u vënua, gati gjysmore, kështu që sërish ta kishim kaluar, por nëse nuk do ishte vënuar, dhe po mos ta kishim kaluar, nuk do kishim marrë ata avion. Po e heq këtë pjesën e fluturimit, do të tregoj disa gjëra që bleva, janë shumë pak gjëra që bleva për vete. Na erdhi muzika. Në sfond. Bleva shumë pak gjëra dhe mund të them që i kam bler 2 orë përpara udhëtimit. Me zi i kam sistemuar tek çanta e shpinës, por që gjithsesi do t'ja u tregoj sepse i kam marrë shumë lirë, mund të them, po 6 euro çdo produkt që kam marrë. Dhe e para ishte kjo, nuk e di, më super pëlqeu për tani në verë, por edhe në dimër mund ta veshësh me këmisha poshtë, domethënë nëse do të bësh diçka cutesy, dhe thash me xhinse të shkurtra me një crop të bardhë poshtë, besoj që do gjaj shumë bukur, edhe e mora 6 euro. Mora këtë japonen, që është me disa detaje këtu, realisht ka një super punim, se shikoni pak. Shumë i bukur. Kam marrë pastaj këtë t-shirtin e bardhë, që është të paksa serioz, për ta veshur edhe me pantallona serioze, edhe këtë 6 euro. Dhe të fundit gjë që kam marrë është ky fustani japone, por është kështu mid, pothuajse deri në fund të këmbëve, edhe ky 6 euro. Për veten time kaq kam marrë, domethënë dhe çantën e shpinës që u tregova paksa atje dhe ato maskat. Gjë tjetër nuk kam marrë as edhe një gjë, kam marrë disa çokolata që janë tradicionale belge, për t'ja u tregoj edhe këto. Këto i kam marrë në aeroport sepse doja që ti merja te duty free, mirë po nuk pata kohë, por shqyr poshtë e gate-i kishte një lokal të vogël që kishte edhe kështu gjërash, edhe mora 3 lloje të ndryshme. Kjo marka është belge, Côte d'Or, ndoshta po e shqiptoj gabim me shumë mundësi. Mora edhe këtë që nuk e di nëse është belge, po e pasha dy mund duke mirë edhe e mora. Dhe kështu, ky ishte dhe udhëtimi jon. Unë po e mbyll këtë vlog këtu, shpresoj shumë të ketë pëlqyer. Mos harroni që të bëni follow në Instagram albana_shahinas, në TikTok nëse ju punon akoma albana.shahinas, dhe këtu subscribe sepse dua që të rritemi sa më shumë, dua që të bëhem sa më shumë aktive dhe më supportoni që edhe unë të kem motivim për të bërë video. Ju falenderoj shumë, shihemi në videon e radhës.